Paralajmëroje familjen tënde nga jeta e të dërguarit Muhammed a.s. Ende nuk ishin bërë thirrje publike në Islam, por ekzistonte një grup në rritje besimtarësh të devotshëm, e adhuruesish të fortë, burra e gra, shumica të cilëve ishin të rinj. Ndër të parët që erdhën, përveç të përmendurve tashmë, ishin kushërinjtë e të dërguarit Xhaferi dhe Zubejri. Pastaj kushërinjtë të tjerë, të tij dhe të tyre, bijtë e halles së tyre, Umejmes, Abdullah, Ibn Gjashi dhe vëllai i tij Ubejdullahu, si dhe djali i halles së tyre, Bara ebu Seleme. Ishin edhe dy kushërinj nga ëma, Sadi, i biri Ebu Vekasit, të klanit Zuhra, dhe vëllai i tij Meri Umejri. Por asnjë nga 4 xhaxhallaret e profetit nuk treguan ndonjë prirje për ta ndjekur. Ebu Talibi nuk bëri vërejtje ndaj Islamit, të dy bijve të tij, Xhaferit dhe Aliut, por vetë tha se nuk ishte gati ta lindte fenë e të parëve. Abazi ishte shmangës, ndërsa Hamzai jo kuptues. Edhe pse të dy e siguruan për dashurinë e tyre të palekundshme për të, por Ebu Lehebi e tregonte haptas bindjen e tij se nipi i vet ishte vetmashtruar në mosmashtrues. Pas shpalljes së vargut paralajmëroje familjen tënde më të afërt. I dërguari thirrji Aliun, pranvetës se i tha: Zoti më ka urdhëruar të paralajmëroj familjen e të afërmit më të ngushtë, dhe kjo detyrë është matan taktatit tim. Por bëj gati ushqim me një këmbë deleje, dhe mbush një kup me qumësht, dhe mblidhni Beni Abdul Mutalibet, që tua tregoj që jam urdhëruar të them. Aliu bëri tamam siç ishte porositur, as më shumë as më pak, dhe shumica klanit të Hashimit erdhën në gosti rreth 40 burra. Kur mblodhen, kujton Aliu: Pejgamberi më tha të sillja ushqimin që kisha përgatitur. Atëherë mori një copë mish, e kafshoi dhe hodhi sërish në pjatë, duke thënë: Merreni në emër të Zotit. Burrat hëngrën më ndëresa. Disa njëherësh gjersa asnjëri prej tyre nuk mund të hante më. Por, tregon Aliu, nuk shihja ndryshim në ushqim, vetëm sa ai ishte përzirë nga duart e tyre. Dhe pasha ymrin tim, sikur të ishte vetëm një burr, do të hante të gjithë atë që u kisha vënë përpara. Pastaj pejgamberi tha: Jepu të pinë. Kështu që u solla kupen dhe secili piu, gjërsa u ngop. Donë se një njeri vetëm mund ta kishte zbrazur atë kup. Po kur pejgamberi mori t'u drejtohej, Ebu Lehebi i parapriu e tha: Bujtinari juaj ju ka bërë magji. Me që rast ata u shpërndan përpara se ai të fliste. Të nesërmen, i dërguari i tha Aliut të vepronte një lloj, si një ditë më parë. Kështu, një tjetër gosti e ngjashme u gatit dhe gjithçka shkoi si më parë, veç se këtë radhë i dërguari vigjiloi dhe u sigurua që t'u drejtohej. O bitë Abdul Mutalibit, tha ai, nuk njoh arab që t'i ketë ardhur njerëzve të vetë me një mesazh me fisnik se imi. Unë ju sjell më të mirën e kësaj bote dhe tjetrës. Zoti më ka urdhëruar t'ju ftoj tek ai. Cili nga ju atëherë do më ndihmojë në këtë? Dhe do jetë vëllai, Ahi, i porosituri, Vasii, dhe mëkëmësi im, Halifi, ndër ju, mbi tër klanin, ra heshtja. Xhaferi e Zedi mund të kishin folur të dy,
por dinin se Islami tyre nuk ishte në pikpyetje, dhe se qëllimi i tubimit ishte për të sjellë të tjerë veç mas tyre. Por kur qetësia mbeti e pathyer, 13 vjeçari Aliu u ndjej shtyrë të fliste e tha: "O i dërguari i Zotit, unë do t'jem ndihmësi yt në të." I dërguari e vuri dorën mbi pjesën e pasme të qafës së Aliut e tha: "Ky është vëllai i porosituri dhe mëkëmësi im ndër ju. Dëgjojeni dhe bindjuni." Njerëzit profen në këmbë, duke qeshur, e i thanë Ebu Talibit: "Ai të urdhëroi ta dëgjosh të ndbirët i bindesh." Sa për hallat e të dërguarit, Safia nuk nguroi ta ndiqte, siç kishte bërë i biri Zuberi, por 5 motra të saj nuk merrnin dot një vendim. Qëndrimi i Arvaz ishte tipik për to. "Po pres të shoh se ç'do bëjnë motrat", thoshte ajo. Nga ana tjetër, tezi i tij nga martesa El Fadl, gruaja e Abbasit gurues, ishte gruaja e parë që hyri në Islam pas Hatixhes, dhe së shpejti arriti të sillte 3 motra të saj tek i dërguari, me Jumen, motrën e saj të plotë, dhe 2 gjysmë motra, Selmen dhe Esman. Pikërisht në familjen e El Fadilit ishte rritur Gjaferi dhe atje i kishte lindur dashuria për Esman, me të cilën ishte martuar së fundmi, ndërsa Mzaj ishte martuar me të motrën e saj Selmen. Një tjetër nga të parat që u përgjigjen ishte Ejmeni. Profeti tha për të: "Kush don të martohet me një grua të xhenetit, le të martohet me Ejmenin." Dhe ky pohim u dëgjua nga Zejdi, i cili e mori thellësisht për zemër. Ajo ishte shumë më madhe se ai, por kjo nuk e refrenoi, dhe ai ju ha për këtë të dërguarit, i cili nuk pati vështirësi ta bindte Ejmenin që të pajtohej për martesën. Ajo i lindi Zedit një birë, të cilin e quajtën Usama, dhe ai u ri si nip i të dërguarit, i cili e donte shumë.